Protestat që po zhvillohen prej më shumë se një javë në Shqipëri duket se kanë sjellë shqetësime në sektorin e turizmit. Sipas përfaqësuesve të industrisë, një pjesë e turistëve të huaj kanë anulluar rezervimet ose po tregon më të kujdesshëm në zgjedhjen e Shqipërisë si destinacion për pushimet verore. Operatorët turistik raportojnë se pasiguritë e krijuara nga zhvillimet e fundit kanë ndikuar edhe në numrin e paketave turistike të shitura deri më tani. Në impaktet për drejt në kancelimet e turizme. Kemi pas raste nga Slovakia, e cila ne dim më pak i qendrim pro-slav, pro-serb. Kemi pas se këtu në një kështu rezervim nga Gjermania, ne andallim rezervim nga Gjermania. Edhe pse forma e marshimit të qytetarëve është e qetë, zhurma e protestave po sjell ndikim negativ në industrinë e turizmit. Gjatë kësaj jave, numri i paketave të shitura për të zbuluar Shqipërinë ka pësuar rënje. Klientët e turoperatorëve botëror janë të shqetësuar, është më se normale kur një vend ka destabilizim. Normalisht gjithkush nuk të zgjedh për të arritur në destinacionin tënd për të përdorur si vend turistik. Por ajo që mund të jetë, ose unë e konsideroj shqetësuese, është sepse njerëzit nuk po blejnë për shkak edhe të situatës që e krijuame, edhe thonë që ku e dim nesër çfarë mund ndodhë, si mund shkoj nesër. Protesta e flamingove ka bërë që shumë prej agjësive turistike ta heqin nga lista e sugjerimeve vendin ton. Industria e turizmit është ndër industritë e vetme që preket më shumë nga çdo lloj ngjarje, nga protestat e brendshme apo lëvizjet e ashpra brenda vendit. Unë di nga eksperiencat botërore, nëse një turizëm goditet, koha e rikthimit ka kostot të jashtëzakonshme. Kjo ka ndodhur në Tunis, kjo ka ndodhur në Egjipt, kjo mund të ndodhë edhe ke ne. Në 2025 vendi ynë u vizitua nga 12.4 milion shtetas të huaj, të cilët gjeneruan 5.72 miliardë euro. Më pas këto shifra cilësojnë turizmin si një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të vendit ton.